Plazhi është shumë i domosdoshëm dhe vlerën e ka ke ultraviolet, jo ke rrezet infrakuqe. Pra, nëse do të shkojmë në plazh, së pari do respektojmë rrezatimin biologjik. Dhe rrezatimi biologjik me efekte shumë të mëdha në shëndetin tonë, sidomos për vitaminën D. Vitamina D është hormon, vetëm në Shqipëri quhet vitaminë. Prodhohet nga trupi, shkon në gjak, metabolizohet në mëlçi, prandaj shkojnë në veshk, metabolizohet në veshk, dhe nxjerr 25 ohon që kapim në një gjak, që nxjerrim nivelin. Që këtu e quajnë normale, 25-30, sa duhet të jetë vlera? Duhet të jetë normale. Unë nuk jam dakord me atë që thua në letrat këtu në Shqipëri, që thonë 30 deri në 70-80. Vlera normale. 30 është minimal, mund të quhet e disi e kompensuar, por nuk thuhet je mirë, ik. Norma duhet të jetë patjetër ke gratë mbi 55 dhe maksimalja duhet të jetë 75-100. Toksicitetin e ka 100-150. Kështu që ne duhet të trajtojmë një organizëm të plot me një vitamin, me një hormon të vitaminës D. Vitamina D është hormon, prodhohet nga trupi, hyn në gjak, hyn në qelizë, hyn në membran, hyn në ADN dhe është aleat jon për imunitetin. E vërteta e të gjithëve është që vitaminën D e kemi gjithmonë në nivel të ulët, pavarësisht se kemi 365 ditë me diell në vendin tonë. Do të falenderoj për këtë. Të tërë e kanë 10, të tërë e kanë 15, është i lumtur ai që ka 30. Nuk kam parasysh që ta ketë 60 ose 50. Dhe e dyta, vitamina D, shëndeti i trurit, shëndeti i zemrës, shëndeti i kockës. Dhe ka një gjë në specialitetin tonë. Është hormoni i prindërimit, të bën prindër. Është hormoni i spermës, është hormoni i fekondimit, hormoni i ovulacionit, hormoni i implantimit, i një shtatzanie të suksesshme që të nxjerr 4 kg fëmijë në fund. Pra, shumica e suplementojnë, por përsëri nuk kanë nivele të larta. Edhe përmes ushqimit nuk arrin do ta përthithin. Është problem përthithja që nuk e kemi në nivelin e duhur. E para është mënyra se si e marrin. Marrin dozat vogla, nuk janë me një disiplinë të fortë për ta korrigjuar trupin, nuk e ka psikologjinë që këtë duhet ta korrigjojë, është parametër esencial i jetës, është për turin, për kockën, për zemrën. Dhe që të merret duhet të jetë, ose duhet të merret, po kryesorja është dieta, është ushqimi. Një nga vlerat më të mëdha, çdo familje, çdo të shtunë, ose një herë në javë, duhet të hajë një mëlçi të zezë. Domethënë, jo të gjithë mëlçin, po them, po një pjesë mëlçie në të pritet të fetat tolla, në zgar, me një gotë verë, me një verë ku që ka resveratrol të shtë tjetër. Dhe është burimi me esencial i vitaminës D. Kjo një sardele 2. I vetmi peshk, sepse ne salmoni nuk e kemi të egër, si që ka bota, po ama sardele është i vetmi peshk që ka një komponent shumë të madh të vitaminës D, të vitaminës C dhe të omegës 3. Dhe ne... Dhe është dhe një produkt i lirë. Ne duhet të abonohemi tek kanaqet e sardelëve, dhe ke sardelët e freskëta, dhe ke kanaqet. Bile njerëzit që nuk kanë mundësi, mund 3 vakte, 4 vakte në javë, mund të hapë sardele. Bile pa edhur në pjatë. Aty të hapë sardele dhe në vaj ulliri, qartë.